Përshëndetje, mirëmëngjes të gjithëve, jemi në këtë ditë të premte, një ditë e cila ka nisur bukur, ka nisur me diell, do të vazhdojë gjatë gjithë ditës, do të kemi një ditë pas Shën Valentinit. Ja, kjo nuk është se është një gjë për të kujtuar një ditë pas Shën Valentinit. Po pse nuk është për të kujtuar? Po pse duhet kujtojmë Po sepse sot është 15 shkurti edhe është dita e beqarëve, atyre të cilët nuk janë vetëm, po gëzojnë së bashku me miqtë e tyre, familjarët, njerëzit që i duan shumë, po nuk kanë një person të veçantë në fokus. E kanë sot ditën ata. E kanë sot ditën ata. Dita e Shën Faustinit, quhet. Po nga kush marrin kështu dhuratë ata? I bëjnë dhurata vetes, ku ka gjë më të bukur, po se nuk të shkon fare në mendje një herë. Veten tënde me gjëra të bukura. Dhurata vetes i bën çdo ditë, mua vetes bën një tjetër, po kështu dhurata kështu ti bën. Dhuratën më të bukur na e ka bërë dielli sot, që ka dalë që në mëngjes, edhe urojmë, shpresojmë që të vazhdojë kështu me të njëjtat ritme për gjithë kryeqytetin. Trego pak parashikim në motit. Mirë, do të kemi një ditë e cila sot do të jetë e gjitha, nuk do të kemi reshë shiu. Ndryshe nga pjesa e parë javës e cila ka qenë me reshiu, do të kemi një ditë e cila na karakterizoi. I buzëqeshur po ato, a? Po, jam i lumtur pjesa, jam i lumtur sepse nuk do të kemi reshiu, do të kemi disa momente vranësira, por që nuk është për të trembur. Megjithatë edhe shtuna do të jetë, po pa reshiu, do të kemi një fundjavë të mirë, vetëm nga e diela, pjesa e dytë e ditës së dielës do të jetë ajo e cila do të sjellë rreshtet e shiut, do t'i rikthej sërish. E diela. Mirë, domethënë të gjitha ato shëtitjet që mund të kenë në natyrë, ti përfundoj brenda të shtunës. Edhe gjysmën e dytë së premtes. Gjysmën së parë, domethënë do të jenë ajo pjesë që do marrë, gjysma e dytë e ditës së diel, do ta kemi rreshë shiu. Uroj që të kemi sqaruar të gjithë miqtanë të cilët janë duke na ndjekur tani për parashikimin e motit, ndërkohë që sot do të kemi një emision shumë interesant. Sot është e premte dhe shënon 15 shkurt 2013 në orarin e drekës, së gjithmonë do të kemi mundësi që të ndjekim kuzhinën e përgatitur mjeshtërisht nga shef Tani, nga shefi ynë i kuzhinës. Ne si gjithmonë bëjmë pazarin në Kona lidhur me këto produktet që janë përbërëse të recetës, dhe tani shfaqim fragmente nga përgatitja e saj. Duket recetë interesante me kërpudha, oriz është ky Lori? Po? Se çfarë mund të ishte tjetër përveç oriz dhe grur. Gruri s'është i bardhë, ka gur të bardhë. Të shohim tani se për çfarë pjate bëhet fjalë, a është apo jo e përshtatshme për fundjavë, nuk ka se si të ndodhi ndryshe, e rëndësishme është që do të jetë e shijshme, edhe është risotto shëndetshme. Risotto me kërpudha, porcini dhe me tartuf. Pra risotto me kërpudha porcini dhe tartuf është receta për ditën e sotme. E shpejt, pa diskutim, nëse ambisat kanë ndërmend që pas drekës pastaj të kenë mundësi t'i lejojnë vetes pak kohë të lirë. Duhet të jetë dietike, pse ëh? Duhet të jetë dietike, nuk duhet të jetë shumë e rëndë. Ti merresh me dieta, unë nuk e di fare. Jo, më se dhe orizi ka shumë sheqer kanë thënë kohë të fundit, shumë kam dëgjuar vërtet. Kështu që nëse ruhet masa, gjithmonë jemi korrekt edhe duhet i konsumojmë të gjitha, po nga pak, nuk duhet heqim dorë nga konsumi i atyre produkteve që na shijojnë, sepse ndodh zakonisht që thuhet se ato kanë më tepër risk për shëndetin. Gjithsesi, meqense aty të pëlqejnë shumë kafshët shtëpiake, tani ka një lajm të mirë. Ka mundësi që ata të shndërrohen dhe të shndërrohen dhe të bëhen më të lezetshëm se që janë, sepse mund të vendosim tatuazhe kafshëve, qenve, maceve. Se mund të bëhet më i lezetshëm me tatuazh? Po kam përshtypjen, përderisa ja vendosin, ata nuk është se marrin vetë. Po sikur të kesh një macë ose një qenë ata me lesh shumë, si të bësh? Po një tatuazh. Unë nuk jam specialiste, nuk e di, do të flasim me një tatuator specialist të ftuar pas pak në studion e Dita ime, nëse ju ka shkuar ndërmend që të bëni një tatuazh për kafshën tuaj shtëpiake, ndoshta që ta kombinoni me tatuazhin që ju vetë keni bërë, ndoshta për një arsye të veçantë, të lidhur me një datë, me një rast. A lejohet kjo tek nga shoqata e mbrojtjes së kafshëve që ti bësh kafshës tatuazh? Normale, përderisa ti je i zoti i kafshës. Ti mund të jesh i zoti i kafshës, por mund të bësh çdo gjë me kafshën, se kafshët kanë drejtat e tyre. Si ti thua që do janë të dhimbshëm tatuazhet edhe për kafshët? Derisa i dhëmbë njeriut edhe kafshë. Mirë, një herë nuk i gjen gjë tani, të përballojmë dhimbje. Se ti mund ndryshim, njeriu e kërkon vetë tatuazh ta bëjë, kurse kafshës nuk e kërkon vetë, sot më bëj një tatuazh dhe mua. Kam përshtypjen se bien në konsensus, sepse kafshët edhe pse nuk komunikojnë dot me fjalë, atëherë arrin që të gjejnë një gjuhë të përbashkët me të Zotin e tyre. Megjithëse është një tendencë interesante, nuk e di. Do të flasim pas pak për të. Unë nuk do të bëja një tatuazh një kafshë që do të mbetemi tek tendenca, pse do të kemi mundësi që të flasim sot edhe për martesat, ato nuset që ne nuk i shohim me fustanin e bardhë edhe klasik, por që vendosin të vishen në ditën më të rëndësishme të jetës së tyre me një lloj kostumi apo me një lloj fustani që është një fustan jo fort i zakonshëm, por që mund të ndeshet edhe tek persona të tjerë që nuk janë nuse.
Po pse mund ta bëjmë këtë? Sepse ndoshta mund të jenë zonja që martohen në moshë të mesme, ndoshta sepse përputhet stili i tyre i veshjes së zakonshme pikërisht me ato që kanë zgjedhur edhe për ditën e dasmës. Se di. Jo, kjo është pjesë që të takon më shumë pjesës femërore, ne meshkujt e dim që me fustan nuk vishemi dot, me kostum do vishemi. Pra kjo është tema, të martohesh pa fustan të bardhë, me fustan të kuq, blu, apo me ngjyra, do të shohim e do të flasim pas pak në studio. Gjithashtu, në pjesën e parë të emisionit, ne sot do të marrim këshilla lidhur me dy produkte që sa janë të ngjashme në emërtim, aq edhe diferencojnë lidhur me rrisjet që mund të sjellin në shëndetin ton. Çokoladë e bardhë apo e zezë? Duhet ta zgjedhim në varësi të preferencave, apo duhet ta zgjedhim sepse njëra na bën më mirë se sa tjetra. Është momenti që të prezantojmë të ftuarën tonë, Marinela Naska, e cila është dietologe. Përshëndetje, mirë se ke ardhur, Marinel. Kënaqësi që të kemi këtu. Do ta nisim më ëmbël emisionin sot. Shumë duke folur për çokoladën. Po që në mëngjes, janë të këshillueshme kështu në mëngjes çokoladë. Jo, në mëngjes e dija që do më bëj kjo pyetje, por nuk është aq e këshillueshme. Po ta marrim. Edhe unë çfarë pyetjesh që bëj pyetje që di. Jo, i prisja këto pyetje nga tjerë, jo, jam përgatitur për këtë punë. Se do ndryshoj taktik, do ndryshoj taktik. Okej, në rregull, ne presim të gjitha pyetjet, se në fakt ne duam që të informojmë publikun dhe jo ta keq informojmë ata. Por te kjo çështja e mëngjesit, nëse dikush do dëshironte që ta bënte çokoladën, zgjedhjen e mëngjesit të tij, atëherë me një bar normal çokolade, si themi me një 30 gram çokoladë, do të mbulonte komplet nevojat ditore të racionit të mëngjesit dhe nuk duhet hante asnjë gjë tjetër. Ndërkohë që këshillat për një mëngjes të shëndetshëm kanë të tjera kërkesa, kanë driferat, kanë përmendim po. Unë sa herë ha diçka, domethënë që me kalori është tamam, siç është ajo për shkak që thuhet kaq kalori duhet ta hash, ti e ke në rregull për këtë vakt. Ndjek shumë bosh tek stomaku, do stomaku të haj, nuk është se... Po patjetër, sepse ato sheqernat që na jep çokolada dhe sidomos çokolada e bardhë janë kalori boshe. Dhe sa po ham atë çokoladën direkt pastaj pas disa minutash ne kemi nevojë që të ham diçka tjetër. Krahasimi e bëre me një herë, Marinel, sidomos çokolada e bardhë. Ku qëndron ndryshimi mes të dyave? Diferenca, ne thamë, domethënë ne bëm një përgjithësim të këtyre dhe nga ana kalorike. Megjithatë, me që e filluam atëherë tani po flasim për ingredientët. Nga se përbëhet po, përbërësit, çokolada e bardhë dhe çokolada e zezë. Por dhe diçka tjetër, në radhë të parë lind një pyetje. A është realisht çokolada e bardhë çokoladë? Është qumë është. A quhet çokoladë e bardhë? Nuk mund të, tani, ndoshta nuk e di, është për mungesë termash në gjuhën shqipe. A është për diçka tjetër, po në gjithë botën? Kalori të pasur e kemi ne? Jo, ne kemi shumë të pasur në fakt, por ka edhe fjalë që huazohen. Çokoladë e bardhë është ajo çokoladë që është e bardhë, apo çokoladë e bardhë quhet edhe kafja? Dhe zezë quhet edhe ajo zezë e zezë. Jo, çokolada e bardhë është vetëm ajo që është e bardhë. Që është e bardhë. Dhe s'do të thotë që përmban vetëm qumësh, por ajo në përbërjen e saj ka dhe gjalpin e kakaos. Pra, çokolada e zezë ka në përbërjen e saj kryesisht pudrën e kakaos, pra pluhurin, sepse ajo bishtaja, çokolada të themi e para është që lind nga pema e kakaos, domethënë del nga pema e kakaos, nuk ka bim çokolade. Nga bishtajat e saj. Bishtajat kanë ato kokërzat që përbëjnë pudrën edhe atë gjalpin, pjesën e bardhë. Ndërkohë që çokolada e zezë është e përbërë vetëm nga pudra dhe edhe pak gjalp kakaoje, 7% ka pudër, edhe shumë pak ose fare pak sheqer, ndërsa çokolada e bardhë shumica përbëhet nga gjalpi i kakaos, domethënë është shumë e rëndë në yndyrën e kakaos. Po cila nga të dyja nuk ka pudër. Sjell më tepër rrisje për shëndetin ton? Më tepër rrisje kuptohet që është e bardha, sepse përmban vetëm yndyrën. Është më e shishme, e bardha është më e shishme. Nuk e di, varet nga preferencat e personave. Unë pëlqen vetëm me zeza, për shembull, dhe që kam në rregull, tani po e kuptoj. Zeza si e hitur, është e hitur. Nuk e di, a e keni tek shija apo a e keni tek nuk e di ato elementet e tjerë, shtesat që i bëhen, sepse normalisht edhe produktet që i shtohen çokoladës bardhë dhe çokoladës së zezë janë paksa të diferencuara nga njëra tjetra. Për shembull, tek çokolada e bardhë kemi shumë shtesa të produkteve të qumshit, të qumshtit, por lëndë solide, lëndë të ngurta, më shumë qumë është pluhur. Dhe themi të drejtë, nuk është se ka ndonjë vlerë të madhe qumshti në këtë rast i shtuar tek çokolada e bardhë. Ndërsa çokolada e zezë krahasuar me të bardhën është mbretëresha. Ja kalon çokoladës së bardhë në shumë e shumë forma. Tani kjo e zeza, edhe pse po zihet me qumshtin, nuk i humbet vlerat e saj kryesore? Thamë që përbohej nga pudra e kakaos. Është e vërtet, Lori, edhe te kafeja ndodh e njëjta gjë, jo vetëm te çokolada, domethënë produktet që kanë kafeinë, kur përzihen me produkte të qumshtit, nuk kanë vlerën e tyre. Domethënë, këto bëhen më shumë për shije. Po unë për shembull vetë pi macchiato, sepse nuk e duroj dot atë nivelin e rënd të kafeinës, nuk më pëlqen aq, e pi thjesht
të marr ato dozën për të rritur përqendrimin tim, duke ditur se kafeina ka shumë ndikim në rritjen e nivelit të përqendrimit. Çokolada ka kafeinë? Patjetër që ka kafeinë. Patjetër. E zeza ka më shumë normalisht. E zeza ka më shumë kafeinë, kuptohet, sepse ka më shumë pudër kakaoje në tërësinë e saj. Ndërsa gjalpi në vetvete nuk përmban kafeinë. Kështu që Përmban yndyrë? Përmban yndyrë, është yndyrë e tëra. Kështu që çokolada e bardhë nuk përmban kafeinë, ndërsa e zeza përmban. Yndyre. Në fakt, jo vetëm te çokolada, por njëkohësisht edhe produktet e tjera ushqimore. Çokolada e zezë, që është e zezë fare, që është e hidhur ajo. Pastaj vin ato që janë pak më kafe, pastaj vin ajo e bardha. Tani ajo e zeza fare, ajo është më këshillueshme, më e mira. Në fakt e dikush do ishte. Ajo kafe besoj është edhe me qumësht e përzierë ajo. Ajo po normale, domethënë sa më shumë vjen duke u zbardhur çokolata, aq më shumë shtesa të tjera ka, për shembull për shihen, ato shtesat e ndryshme ushqimore, aroma. Me lule shtrydhe, me kështu gjëra me. Pa frutat e thata. Në fakt, jo me frutat thata dhe me lajtisi kam qepën, po ka kështu lule shtrydhe ose këto janë rregullatorët e shijes. Ja, janë ca kështu si copa që kërcasin kur sa të mira janë ato çokoladë. Ndoshta janë ato manafera. Se kanë sa gjë, kanë gjëra çuditshme kështu, më pëlqejnë ato. Nuk janë çuditshme. Jo, të çuditshme, por shihen janë. Ta thon si fëmijët po bën, kur është pranë çokolada gjithë. Ne mos na ngatroj që të bëjmë diferencat midis të dyave pastaj. Patjetër. Atëherë po flisnim për çokoladën e zezë, ajo e cila ishte e papërbërës të tjerë, që ishte më e mira, krahasuar edhe me të bardhën edhe me përzierjet e qumshtit. Si duhen konsumuar, të ftohta apo të ngrohta, Marinel? Në fakt nuk ka ndonjë lidhje shumë madhe tek përpunimi i këtyre, sesa më shumë se çfarë ka ruajtja e tyre. Çokolada e bardhë, të themi të drejtën, është më rezistente ndaj temperaturës së mjedisit, ndërsa çokolada e zezë është ajo që duhet të ruhet më tepër, sepse duke qenë se përmban atë likuorin ose lëngun e çokoladës, pra atë çokoladën e shkrirë, në përpunim dhe pastaj në procese të ndryshme ajo ngurtësohet që kemi mundësi që ta blejmë në vende të ndryshme, në pjesë të ndryshme ditës, dhe jo ta marrim vetëm me gotë çokoladën, bëhet kështu domethënë e ngurtë. Por është risku tjetër që ajo është më e ndjeshme. Pastaj, për sa i përket vlerave, domethënë a duhet konsumohet ka më shumë vlera e ngrohtë ose këto? Në një bar në të porosisim, vjen kamarieri dhe them çokoladë të bardhë apo të zezë? Të shkrirë, që është çokoladë e shkrirë. Ajo e shkrira. Ndryshon nga ajo tjetra që është e ngurtë dhe që ne mund ta marrim në supermarkete? Në fakt jo, ajo përgatitet. Domethënë, nëse kemi fjalën për çokoladë që është bar, ajo është e përgatitur dhe ne e marrim ashtu të gatshme. Ndërsa në lokale ajo përgatitet, domethënë pudra me ato shtesat e tjera, që është një recetë e tyre, domethënë. Bëj me qumësht është çështja pastaj tek sa shtesë qumshti hidhet, sa elementë të tjerë hidhet, por tek humbja e vlerave nuk do thosha aq, sepse ajo merret ashtu, domethënë, ajo nuk është përpunuar në fazën e saj, ta themi, të fabrikimit, është lënë ashtu pudër me ato element solide, e fortë, domethënë, dhe vjen dhe pastaj përgatitet aty. Po thonë që çokolada bën mirë për zemrën, thonë. Po normale që bën mirë për zemrën, po jo të dyja llojet e çokoladave. Jo e bardha. E zeza për zeza. Po pra e zeza, e bardha ka shijen, e bardha është për shijen. Atëherë, nga një studim që është bërë, por i mbështetur edhe nga studimet të fundit, por ata që qëndrojnë më, të themi që i kanë bërë të parët këto studime dhe janë mbështetur gjërësisht dhe nuk janë rrëzuar ende dhe sot si hipoteza, janë ato të vitet 2000, 2001, 2002 për çokoladën, kryesisht universitetet apo shkollat amerikane shëndetësore. Ka një rol ajo yndyra e çokoladës për nivelin e kolesterolit. Ne dim që kolesteroli është një nga shkaktarët kryesor të sëmundjeve të zemrës dhe diabetit, sepse ai krijon betja, si thua, krijon skorje, si ato të lavamanit, në enët e gjakut duke i bërë këto enë që të ngushtohen. Dhe gjaku normalisht pastaj, e njëjta sasi gjaku do të kalojë në rrugë më të ngushta dhe fillojnë pastaj problemet me hipertensionin, me goditjen edhe me atakun që është pak sa më fatal, është më problematik. Dhe yndyra e çokoladës është vënë re që është më pozitive sesa yndyrat e tjera që ne konsumojmë. Pra për sa i përket yndyrës që ka çokolada, është më e mirë. Edhe e zeza, shiko tani, çokolada e zezë ka të mirën se përmban edhe elemente të tjerë siç janë flavonoidet që e ndihmojnë edhe yndyrën, domethënë veprojnë krahas yndyrës për të pastruar enët e gjakut, për të bërë një qarkullim të mirë të gjakut dhe të përhapjes e elementeve, pra nuk krijon barriera, siç mund të krijojë domethënë
vetëm ajo yndyra e marrë me çokoladën e bardhë, apo yndyra që përdoret përgjithësi në gatimet e tjera, apo sheqeri. Pra këtu po bëjmë krahasimin, po themi që çokolada e zezë përmban yndyrë, ma ajo është e shëndetshme, është e shëndetshme. Nga ana tjetër çokolada e bardhë përmban yndyrë, e cila nuk është e shëndetshme. Jo, në fakt është e shëndetshme, ka sasi më të mëdha që bëjnë dëm. Ka edhe diçka, domethënë çokolada e zezë ka edhe një element tjetër ose disa elemente të tjerë që quhen bioflavonoide, të cilat veprojnë për krah kësaj. Domethënë përveç se ulin nivelin e kolesterolit, bëjnë edhe një qarkullim më të mirë të gjakut dhe të elementeve. Pra kjo është pozitivja që i shtohet çokoladës së zezë. Cila prej të dyjave ndikon më tepër në obezitetin, në shtimin e peshë? Sigurisht që ndikon e bardha, sepse nëse do t'i referohemi kalorazhit, një bar çokolade normale, domethënë një 30 gram çokoladë e zezë përmban vetëm 150 kalori. Pra le të themi aty tek gjysma e racionit të mëngjesit, me që e nisëm mëngjesin. Ndërsa po t'i referohemi të bardhës, atëherë nëse ose konsumojmë 30 gram ose një bar normal çokolade të bardhë, atëherë që ne do ta kemi ezauruar mëngjesin. 30 gram është një katror i vogël? Jo, është si të se unë nuk duhet përmend emra çokoladash tani. Mund të kemi po një çokoladë në të tillë masi. Se varet. Jo, absolutisht. Tani ne e dim që ato të mëdha, paketimet e mëdha zakonisht janë tek 60-80 gram, është diçka e tillë, po e holl, ndërsa ato 30 gram se janë ato sufrat e vogla. Sufrat e vogla. Sufrat e vogla të çokoladave. Mirë, kur përmbajmë pastaj edhe mjaltë tek kështu gjëra brenda, i bie që niveli kalorazhit rritet në varësi të shtesave, por duke ditur që ajo e bardha ka qumësh dhe e dini që në çokoladën e bardhë trupi i saj përbëhet 55% sheqer, ndërsa ajo kafe përbëhet, domethënë shumica përbëhet nga pudra e kakaos. Edhe më na shkon më njëherë që të arrit nivelin e sheqerit në gjak apo jo, që ndikon drejt për drejt tek diabetikët, çokolada e bardhë. Por ndikon tek diabetikët nga niveli i sheqerit, sepse përmban shumë sheqer, ndërsa e zeza është më e preferueshme. Madje sa më hidhur ti je, do thotë që aq më shumë pudër kakao e ka, e cila është elementi më i mirë, domethënë i bimës së kakaos dhe i çokoladës si produkt. Çokolada lezetin te ëmbëlsia e ka, se po ishte e hidhur pastaj. Si varet nga preferenca. Shihet e njerëzve, varet nga shihet e njerëzve. Varet, gjithmonë nga shihet e njerëzve, por mund të jenë dhe ato çokoladat që thotë Erioni që janë ashtu si as të zeza shumë edhe as të bardha, janë ato të mesme që kanë atë shijen e ëmbëlsuar. Po më të mirat gjithmonë sipas studimeve dalin me vlera ato që janë gjysmë të hidhura. Pastaj ato të hidhurat fare, unë nuk e di, besoj se janë shumë pak persona të cilët kanë preferenca për të konsumuar çokolada kaq shumë të hidhura. Në cilën pjesë të ditës bëjmë mirë që të konsumojmë çokoladën, thamë jo në mëngjes sepse në fakt, ajo që nuk do ishte një vakti plot, nuk do ishte vakti plot kalorive. Kjo një, janë kalori bosha e dyta, do kemi nevojë që të marrim, mos të presim as të vej ora 10, po të konsumojmë diçka paraprakisht. Këto janë ato kryesoret, pastaj nuk është dhe rekomandueshme që të konsumohen karbohidratet në mëngjes. Domethënë, aq shumë sa ka çokolada, sidomos një katror çokolade në ditë është shumë i mirë. Po pra, kjo është ajo ku varen studiuesit dhe studimet e ndryshme. Po pra, po problemi është se çokolada ka një gjë që po ngre një katror, të tërheq katrorit 2 dhe i 3 dhe kështu që. Këtu pastaj varet se si e mëson veten. Njeriu duhet përpiqet që të paktën të racionoj gjërat. Ashtu sikurse ne themi që duhet të ngrihemi nga tryezat të pangopur. Imagjino pastaj për çokoladën që konsumohet të katrorin e parë dhe hiqe. Pastaj ka dhe një gjë, nëse është e bardhë, ajo është më negative, se ajo të bën më shumë në shije të tërheqin. Nëse është e zeza pastaj është më e tërhequr edhe vetë, domethënë në shije nuk të bën. Është një lloj, pse pim kafe, domethënë një filxhan aq të vogël dhe kakaon e pim me filxhan më të madh. Sepse ka më pak kafeinë kakao. Më pak, po, edhe kjo, domethënë është si thua, është e përqendruar krahasim me të bardhën. E bardha ka sheqer, duke u nxitur stimujt për të thithur sheqerin, atëherë duam edhe kemi nevojë. Ashtu sikurse ulemi për të ngrënë, dhe nëse ham me shpejt, atëherë nuk e kuptojmë fare, domethënë që jemi duke kaluar minuta për të fundit për të ngrënë. A mund ta zëvendësojmë çokoladën e bardhë ose të zezë me produkte të tjera që mund të ngjasojnë në shije, por nga ana tjetër nuk sillin shumë rrisje në shëndet, nuk kanë shumë kalori? Patjetër, përderisa çokolada nuk është një prej produkteve ditore të rekomandueshme, siç janë po bazike, ku hyn bulmeti, drithërat, është ushqim luksi dhe kënaqësie. Patjetër, kështu që mund të zëvendësohej me ëmbëlsira të tjera, por nuk e di, duke u krahasuar me ato ëmbëlsira të tjera. Ma jo me ëmbëlsira me bazë çokolade. Jo me bazë çokolade, kuptohet? Dua të them që është më e mirë, po Siko ka dhe një gjë, ëmbëlsirat e të themit pastiçerive
janë të përpunuara, janë shumë përpunuara, kanë shumë sheqerna të rafinuara dhe përmbajnë edhe vaj palme i cili nuk është i shëndetshëm. Ndërkohë që çokolata e eliminon këtë problem dhe është një ushqim i shëndetshëm. Nuk është, domethënë, e rekomandueshme zëvendësimi i çokoladës me kek apo me një ëmbëlsirë tjetër trileçe apo çfarë të duash. Do ishte ideale. Do ishte ideale, patjetër. Por nëse një person do kishte nevoja të veçanta fiziologjike, për shembull, dëshirë për përqendrim më të madh në punë, atëherë më mirë të konsumonte çokoladë, sepse fruti do t'i jap gjitha elementet, mineralet, vitamina, domethënë gjitha elementet e mira klasike që ne tashmë i njohim, dhe s'është nevoja t'i diskutojmë më, çokolata do t'jap ato përfitimin e mirë, sepse sipas studimeve të ndryshme, çokolata nxit prodhimin e disa hormoneve të mira në organizëm, të cilat parandalojnë stresin dhe ankthin dhe nxisin pastaj euforinë dhe kënaqësinë dhe përqendrimin. Pra nuk ka rëndësi se si konsumohet, e ngrohtë apo e ftohtë, e rëndësishme është që mos konsumohet në mëngjes, sepse pastaj do të na bënte që të merrnim kaloritë e një vakti të plotë, por nga ana tjetër nuk do ndjeheshim të ngopur. Thamë që përparësi kishte çokolata e zezë, sidomos ajo e papërgatitur me qumësht, që vinte në një shije më të hidhur. Po për kafshët ndodh që ata t'i pëlqejnë ëmbëlsirat, edhe pse tabuja ekziston thuhet akoma që nuk duhet konsumojnë të tilla. Jo se kafshët bën keq, nuk konsumojnë kafshë. Bardh apo të zezë? Në fakt, duke qenë se edhe fenomeni veterinerët për herë nuk lejohet t'i japësh çokoladë. Po patjetër, shiko, siç kemi neve njerëzit ushqimet e tona në supermarket, ashtu kanë edhe kafshët të ndryshme, kanë ato ushqimet e tyre të përgatitura. Por sheqernat në këtë rast që përdoren për kafshët nuk janë identike me ato të njerëzve, janë ca sheqerna të caktuara, duke ditur se sheqeri ndikon në mëlçin, shkatron mëlçin e kafshëve dhe normalisht sjell fatalitet për to. Dhe duke qenë se fenomeni i mbajtjes së kafshëve në shtëpi në Shqipëri është rritur ndjeshëm, gjithë njerëzit po duan të mbajnë, dhe pastaj kur e ke atë kafshën të butë ashtu, e ke afër dhe ti e duke ngrënë diçka dhe ai që të shikon në pikërisht sikur kanë ne. Edhe kur e shikon, domethënë dhe ty normalisht të vjen keq, por duke u nisur pastaj edhe nga këshillat e veterinerëve që nuk duhet t'i japësh. Unë i jep apo s'kishim me gjë. Çfarë i ke bërë? Mos më thuaj pastaj e ke çuar për vit. Jo, nuk ka shu akoma, vazhdo me çokoladë kështu. Ka fituar imunitet tani. Ndërsa për sa i përket çokoladës, çokolata e bardhë atëherë ka një veti pozitive tek kafshët dhe kryesisht tek qend. Mund t'i jepet qendve të konsumojnë. E bardha? Po, çokoladë të bardhë, sepse nuk përmban një element që quhet teobromin, ndërsa çokolata e zezë përmban teobrominën. Teobromina është një element i cili është i dëmshëm për shëndetin e kafshëve kryesisht. Kështu që mos të vi keq se me që i pëlqen çokolata të bardhë për të konsumuar. Të bardhë, ndërsa të zezën jo. Pastaj për sa i përket e kaluar limitin pa diskutim. Një 4 orë të vogël për ta do ishte mjaftueshëm. Po, diçka domethënë e vogël se pastaj ne dimë që kafshët gjithmonë janë të pangopura. Ndryshe nga njerëzit. Kategori personash Marinel që nuk duhet konsumojnë absolutisht çokoladë. Shiko, kjo varet pastaj ata që nuk duhet të përdorin çokoladë në mënyrë absolute ose themi ekstreme, zero, është gjithmonë me rekomandimin e mjekut. Domethënë, është rekomandimi i mjekut. Unë dua të ndalem pak tek diabeti, sepse njerëzit që janë me diabet zakonisht janë ata që të rriqen më shumë nga ëmbëlsirat, nga çokolata, madje edhe nga buka. Ajo e ndaluar është gjithmonë më e dëshiruar. Po, e di pse e bëjnë njerëzit e bëjnë më shumë nga frika, duke mos ditur se si ti racionojnë ato vaktet e tyre, elementet ashtu siç duhen, atëherë thonë më mirë po heqim dorë se sa të marrim në një rrezik, në një fatalitet. Në fakt lejohet që edhe persona diabetik ta konsumojnë çokoladën, por që e mira është të konsumojnë çokoladën e zezë dhe të heqin dorë nga e bardha, sepse e bardha ka shumë sheqer. Ka mbi 50% sheqer, 55% sheqer. Ndërsa e zeza, nëse do vim te ndalimi i çokoladës së zezë, cilët janë ata persona të cilët nuk është mirë ta konsumojnë, janë personat që janë të ndjeshëm ndaj kafeinës dhe personat të cilët kanë kryesisht edhe probleme me stomakun apo me komplet traktin gastrointestinal. Pra kafeina mund të japë një efekt menjëhershëm edhe të dallueshëm për organizmin e tyre. Të menjëhershëm të dallueshëm ose edhe ndonjë efekt më vonshëm. Janë dhe këto çështjet pastaj të simptomave latente apo simptomave të fshehura. Ri për një kohë aty sa jep atë efektin, pastaj bum. Është ajo koha e pritjes deri në shfaqjen e simptomave. E qartë. Këshillat e fundit që sugjeron për gjithë miqtanë që na kanë ndjekur në këtë pjesë të parë të programit, një përmbledhje të atyre që thamë. Duke qenë se çokolata e zezë është më e mirë se çokolata e bardhë, atëherë është më e rekomandueshme çokolata e zezë. Kuptohet. Edhe specialistët thonë që duhet konsumoni ose studimet e fundit shumë do të konsumoni çokoladë të bëmi për zemër, kështu që duhet ta hamsa më shumë apo jo? Jo, duhet hamsa më shumë, gjithmonë ka një limit. Shiko,
Çokolata I jep efektet e saj edhe në një sasi të pakët, Erion. Nuk ka nevojë të hash aq shumë. Ashtu sikurse edhe molla. Edhe molla është shumë e mirë për të konsumuar, por nuk do thotë që ne të ham 1 kg apo 2 kg mollë në ditë. Nxjerr konkluzionin gjithmonë sipas dëshirë. Kështu që pak çokoladë në ditë I bën mirë zemrës, por pa e kaluar nivelin ose racionin. Jo, ta qesh ideja pak çokoladë I bën mirë, shumë çokoladë I bëj shumë më mirë, prandaj. Jo, absolutisht. Jo, absolutisht, sepse I bie që neve kemi, domethënë, një sasi të caktuar gjaku, dhe nëse konsumojmë çokoladë pafund, atëherë ku do shkojnë këto elementë që po merren? Jo, nuk është të pjesë të drejtë, është drejtë, me sasin. Faleminderit shumë që ishe me ne. Ishte kënaqësi edhe mirëart për të folur për tema të tjera të bukura të ëmbla si çokolata. Kalojmë miq dashur në publicitet, rikthehemi vetëm pas pak. Kthehemi sërish në studio. Është momenti që të flasim tani për një ditë shumë të veçantë në jetën e gjithë secilit, për martesën. Po kur këto martesat nuk kanë një nuse klasike me ato fustanin e bardhë, por kanë një nuse e cila është veshur ndryshe. Unë të fundi nuse ngelet ajo. Po nuse është, pa diskutim, se ajo po martohet. Kush mund të quhet tjetër nuse? Ajo martohet, ne gëzojmë se do të jemi të ftuar këtë datë do. Armand Peza, përshëndetje mirë se ke ardhur në dita ime. Administratori Gerald Naspoza, kënaqësi që të kemi në studio. Kënaqësia ime që çdo herë që bëhet fjalë për dasmën, unë jam prezent. Çdo herë që bëhet fjalë për festën, unë jam prezent. Vetë ke zgjedhur në fund të fundit. Po, është mandi ka festë, kupton? Absolutisht. Pse nuk zgjedhin këto nuse që të vishen me fustan të bardhë, sepse normalisht zgjedhja është e tyre? Duket si gjykim, pse nuk e zgjedhin? Po pra, është pyetje e madhe, pyetje e rëndë. Të themi çështje preferencash, të themi çështje stature për secilën nuse, të themi çështje moshe pse jo, të themi çështje statusi, të gjitha këto janë arsye, janë një logjik përse një nuse nuk zgjedh veshjen klasike të nusërisë. Po e nisim nga fundi. Tham moshën, tani po rreshtojmë të parën. Besoj që për gjithë ju vetëm ta fantazoni dhe do ishte qesharake një grua mbi një moshë mbi të 60-at, sepse edhe këta martohen. Patjetër. Të preferonte të zgjidhte veshjen e nusërisë me atë belin e holl, me gjoksin ekstravagant të zbuluar, me ato bustet të fuqishme, le ta quajmë të Maria Antoinetës me korsen e viteve 1600. Çdo gjë mendoj unë duhet ishte me moshë. Sigurisht që e drejtë e çdo njeriu të martohet, të vendoset të martohet në çdo kohë të jetës së tij. Dashuria nuk njeh moshë, si rrjedhim edhe lidhja martesore nuk duhet njohë moshë. Pavarësisht se këtu në Shqipëri nuk e kemi traditë ta bëjmë këtë gjë. Ne mendojmë që çiftet të tilla, për hir të vërtetës. E kush jemi ne që të gjykojmë? Domethënë ata dy njerëz kanë vendosur. Si, vazhdon akoma ky mentaliteti që të influencojnë në jetën tonë. Vazhdon akoma që ne të nuk kemi kaq mendje hapur, e vërtetë të thuhet. Për shembull, nëse një grua rreth moshës marr një moshë pas një lloj paragjykimi, rreth 60-ave në përbot, kur vendosi të rrijë me një person, bën ato letrat në bashkia, komuna, ku di unë, sigurisht që ajo mund të vijë o nga një martesë tjetër e dështuar, o fatkeqësi që nuk e ka më burrin e partnerin e vet, por sigurisht që mund të ketë trashëguar fëmijët, ata nuk mund të mungojnë në festën e martesës nënës. Kurse këtu keni as logjikohet, domethënë je i paragjykuar nga fëmijët e tuaj para, pastaj të tjerat. Ky është një gabim sepse unë mendoj që çdo njeri ka të drejtën të jetojë jetën e vet siç dëshiron. Dhe çdo jetë e re që nis në çift është e mira që të nisi bukur. Mos ja presim këtë mundësinë që shiko tash ti e ke djegur një herë këtë etapë, nuk mundet dot që të ribësh një festë tjetër, sepse shiko mosha është personale, kam përshtypjen, është individi ai pastaj që vendos. Po aty ku ka festë mund t'ja lejoj vetes që edhe të veshë një veshje nusërie, jo ajo tradicionale që neve mendojmë, po mund të jetë një kostum ose një tajër, o mund të jetë diçka shumë e përshtatshme për moshën. Ka alternativa të ndërmjetshme. Sigurisht, po që ka ku haten tek e bardha, tek pana apo tek ngjyra të tjera? Është një veçori, sepse për së fundmi e bardha tradicionale veshjes nusërisë është zvendësuar dhe në vajzat që martohen në 18 vjeç. Kjo nuk është dominanta apo specifika që ti thua shiko se kjo është një martesë e dytë apo është një martesë diçka më pak serioze. Martesat janë gjitha serioze. Dhe veshja e nusërisë thjesht e zdramatizon. Domethënë shtyra e konceptit të bardhës për nusen e virgjër tralala si këto, sepse shumica e çifteve sot bashkëtojnë, nuk ka kuptim që të lozin virgjëreshash.
Ngjyra pasaj është e panës, e fildisht, është shumë e ngrohtë vizualisht, edhe në foto, po dhe për vetë personin. Kërkon kontraste shumë të mëdha. E bardha kërkon kontraste shumë të mëdha në truk, në kohë që nëse do të jesh shumë afër naturalis, nuk e pse të kesh aq shumë tonalitet fort të bardhës. Por dhe modeli mund të jetë i interpretueshëm. Aktualisht po shoh në monitor, nuk e di, po një veshje që është lehtësisht e interpretueshme, mund ta kalosh edhe për një veshje koktejli, domethënë, fare thjesht. Dhe vajzat e moshës së parë tek 20-tat e zgjedhin si veshjet e rehatit në dasëm. Ndërsa vajzat e moshës së dytë, ke 40-tat, mund ta zgjedhin edhe si veshje nusërie. Për të qenë diskrete në një farë mënyre. Ilustrohet në këto momente edhe disa nga pamjet që mund t'i komentojnë? Do të kesh edhe format e këtij për të veshur të fustan. Sigurisht duhet ta përshtatësh, domethënë çdo njeri mund të dëshirojë, por ti kur nëse ke diku te 100-120 kg mbi peshë, nuk besoj se mund të është edhe ky. Nuk besoj se është modeli përshtatshëm, domethënë duhet të dish se çfarë përshtatësh ke vetja, shumë e rëndësishme. Model për vajza, po ato të cilat zakonisht mund të jenë ekstravagante, mund të kenë një stil të veçantë, nuk janë shumë klasike, dhe parapëlqejnë që të njëjtën linjë të mbajnë edhe në një ditë të rëndësishme, siç është dita e dasmës. Po, Shqipëria është duke dëgjohet si vend i çuditërave, por nuk është aq shumë. Domethënë ne përqafojmë relativisht shpejt të ren e sipërfaqshme. Domethënë çështjet e fasadës ne i përqafojmë shumë shpejt. Çështjet e brendisë, çështjet e mentalitetit i kemi më zor t'i afrojmë ke vetja. Këtu është një tjetër veshje nusërie që ka një goxha të qartë dhe mund të kalohet edhe kjo për një veshje koktejli. Nuk është çudi që një pjesë të ftuarave të ndasëm të vishen në këtë mënyrë. Kështu që nuse shpejtoni t'jeni ju të parat që mos ka zënë të mundësi, sepse është një veshje e rehatshme nusërie. Është nga ato që diku në mes banketit vajzat preferojnë të ndrohen për të qenë rehate për të kërcyer. Po, ka më pak alternativa? Mund të vishet si fustanuse. Patjetër. Edhe një tjetër veshje e Manuel Motos kjo. Shumë e bukur është. Shumë e bukur është dhe na duhet ta themi, Manuel Mota nuk jeton më. Iku nga jeta në janar të këtij viti dhe iku në një mënyrë shumë dramatike, por kalon një punë jashtëzakonisht të mirë. Kjo kërkon edhe forma edhe linja të mira trupore. Në dukje, po, dhe vajza me... Se mund të fshem, mund të jetë një lloj truku i mirë. Shiko, ajo është një veshje që nuk është film as trupit, është prerja e tillë, është, ku di unë, e kanë sjellë në një mënyrë që të mos tregoj gjithë format. Japi hire shumë të mira, mbase pjesa më të mirë të femrave është pjesa shpinës që nuk bie shpejt, ndryshe nga dekolteja, apo ndryshe nga vithet, apo ku di unë, dhe pjesët e tjera pas janë kështu si më të derdhura, më pa formë, le t'i quajmë. Janë truke të vogla këto, teknika të vogla të veshjes që ai i madhi, sepse e meriton këtë fjalë, Manuel Mota, që nuk jeton më, duhet ta themi, është një omazh për të. Ka ditur t'i sjellë mirë tek femra përgjithsisht. Janë përshtatur dhe femrat. Ka alternativa apo janë më të pakta në zgjedhje? Atë desha të them. Ne shqiptarët fustaneve jo të bardha apo kostumeve. I përqafojmë shpejt këto gjëra të sipërfaqshme, këto çështjet e paraqitjes jashtme, këto çështjet e lukut. Veshje nusërie të këtij lloji me dekoltera të përmbajtura apo me spako shumë të mëdha në pjesën e përparme me si bie, me komunjashtë si të quajmë mini e të tjera si këto. Kemi pasur prej shumë vitesh. Unë mbaj mend që në 95-ën që ne kemi hapur si aktivitet, mund të kemi bërë zhurmën tonë pa dashje, sepse unë sisha ka që kultivuar mundërisht atëherë në këtë profesion, tamam sepse kisha sjell diçka të këtij lloji. Me këto vit pas viti kultivohen. Dhe kujtoj që dëgjoj paradoksale, po unë janë gjëra që i marr shumë herë për vitrina, por kanë rezultuar që të jenë edhe efikase. I preferojnë të fustanë ashtu të qartë deri në këtë pikë? Mbas edhe më lartë. Desha të them që dhe veshje nusërie me pantallona kanë përdorur këtu. Domethënë unë kujtoj 2 persona publik që kanë zgjedhur veshje nusërie me pantallona. E kishin dasmën e tyre të parë, ishte një gjë diskrete, shumë pak të ftuar në festat e tyre. Deshën ta zgjidhnin të tillë. Si janë nga këto pantallona të gjëra, për shembull, që mund të ngjasojnë edhe me fundi, me 2 të çara anash, domethënë që ishin lehtësisht ngatrueshme, dallonin si fund pantallon, po tamam këtu. Me bustin tradicional të nuses, me shumë pak qëndisje, ishte një veshje e interpretueshme. Më vjen mirë që e patën këtë mundësi që ta pranonin, por nuk ka qenë nga gjërat më suksesshme që kanë ardhur në Shqipëri. Sigurisht që ata që e zgjodhen, ato vajza që e zgjodhen, ishin të kultivuara, goxha të rafinuara si kulturë dhe mentalitet, dhe se patën zor ta bënin këtë zgjedhje. Bile kur unë thash shiko se
Jo varet nëse të nuk është shijon. fort e përshtatshme për vajza bëri dhe një batutë. Mos e vetë martesa e parë është. E përshëndes atë se e di si ajo. Ajo vetë e di se ti. Shumë mendje hapur, komplimenta. Jo, ishte sensin e humorit sepse nuk është kaq e hapur sigurisht. Okej, shohim një tjetër foto sepse më bëri përshtypje, kishte një kombinim midis të bardhës edhe të zezës, në mos gabohem. Është veshja imazhe e këtij viti që neve kemi. Është një risk shumë i lartë, sepse e zeza dihet se çfarë interpretimi ka në mentalitetin e shqiptarëve. Këtë është përdorur shumë mirë për kontrastin, për thyerjen. Është goxha e firmosur për ta vënë në diskutim se sa mirë është përdorur e bardhë. Jo, unë po flas jo si specialiste, me sy të lirë. Me sy të lirë. I mund të flasë si specialiste për ta vesh për vete, nuk ishe për ta vesh, do fustan jam i bindur, nuk e di pse. Kjo nuk e vishte. Sigurisht. Për nuse, si Lori, nuk e vesh. Për vajza që dinë se çka kërkojnë, për vajza që duan të specifikojnë nga pjesa tjetër. Nga pjesat e tjetër e tregut, absolutisht që është një veshje model. Është e pangatrueshme dhe është me njëherë modestia edhe një herë tjetër shumë e firmosur. Unë mendoj që ndonjëherë për t'u diferencu nga tradicionalja mund ta shohësh si alternativë. Por vajza guximtare ka boll, ka dekore që bëhen, dekore festa, dasmash që bëhen në të zezë, ka veshje nuserie në të zezë, por duhet mbajtur sensi i masës, mendoj. Që më dhe mos ta teprojmë. Domethënë duhet jetë tejet festive veshja që mos ketë asnjë lloj interpretimi. Ja dhe me dekor të bukur e gjenë. Supersticioze do ishin skeptike. Çështja e ngjyrave është shumë interpretueshme. Për shembull, lilaja nga Orienti vjen si një ngjyrë shumë festive dhe këtu është në Shqipëri është përballja e kulturës së Orientit me perëndimin. Domethënë është kemi pak nga të gjitha. Pra nga Orienti të vjen lilaja si ngjyrë shumë dominante, si kulmi i festës dhe sa kalon bregu më të afërt perëndimit që është Italia, e përdorin si ngjyra mortore. Tash ku jemi? Këtej apo andej? Ose ky interpretim është ke lulet, që mund të fillojnë, ku di unë, tulipanët e bardhë kanë një interpretim të ndryshëm në një vend tjetër, në Shqipëri, që nuk kemi edhe fort kulturë për çështje lulesh, kanë një tjetër kuptim. Krisanthemat, për shembull, konsiderohen gjithmonë si lulet e varrezave, në kohë që të shohësh kompozime në mbar botën me krisanthema, që të shkretat japin dhe volum dhe nuk janë kostoze, për këtë arsye dhe futen nëpër kompozime, kanë interpretime. Ose kapim tjetrën, ngjyra e bardhë në vendet aziatike, një pjesë madhe të vendet aziatike dhe afrikane, përdoret si ngjyra e zisë. Atëherë, hajde si do ta bëjmë këtë, nuk do kemi më veshje nuserie të bardha. Këto janë interpretime pastaj. Sipas vendit do bëjmë dhe kuvendin. Nëse vajzat duan të kenë diçka të veçantë, unë mendoj që mund të jetë një alternativë. Mund të thoja dhe zonjat mbi 40 mund ta zgjidhin diçka të tillë, por nuk besoj se është dekolteja e përshtatshme. Me kohën, me moshën, trupi fillon e bie. Nuk është e bukur të shohësh një zonjë mbi 40 për shembull, që nuk është dhe fort e kuruar, që e ka lënë veten, ose për arsye konstitucionale, ajo është e lindur ashtu, nuk e çati bësh, shohësh muskulaturën e saj që është gjithkohën në lëvizje, për shembull kur ajo kërcen atë këngën, o i miri nonës, dhe ja durët këtu, nuk shkon, ë? Po si mund të bëjmë, a ka një zgjidhje të mesme mandi në mënyrë që nusja të mos ngatrohet me vajzat e tjera pjesëmarrëse? Domethënë, secili nga ne një defektet vetes. Askush nuk është i përsosur në këtë botë, si në paraqitje fizike, si mentalitet, si dhe në backgroundin e vet. Askush nuk është i përsosur. Për këtë le ta vëmë shpirtin në paqe. E mira është që vajzat ose zonjat mbi 30, 40, 50 që kërkojnë të martohen, kërkojnë të bëjnë një festë martësore, është e mirë të përshtaten nga vetja dhe të veshin diçka të përshtatshme për moshën e tyre. Unë kam martuar, sepse ka dalë kjo moda e rimartesave, edhe zonja mbi 50, por ama kanë ditur, kanë qenë të mençura se çfarë duhet të mbulojnë ose çfarë duhet të bëjnë lehtësisht të dukshme. Po si mund të bëhet dallimi pastaj nga dikush që ka ardhur në dasëm thjesht si i ftuar, edhe ajo që është nusja? Nusja ka një dritë aty, që është e pangatrueshme me askën tjetër aty në sallë. Le të vishet kush të dojë sado bukur. Nusja është nusja. Dhe kënga të këndohet sa e bukur ka dalë nusja. Është e kot kjo pjesë. Në pjesën kur fillojnë edhe të sforcohen. Ndoshta mund të ketë pak ngarkesë tek aksesorët, tek varet është me natyrën. Nëse nuk i shkon kjo gjë dhe s'kemi pse të sforcojmë. Moda
për fat favorizon në këtë moment, sepse mund të shofësh edhe këto tantellat e qëndisura, të mbyllura, o ku di unë, qoftë edhe këto veshjet e thata fare pas kur farë qëndisje, po të din, t'jetë gjë e dur, t'jetë preje e dur, që sot ka mundësira zgjedhje, sa duash, din t'jenë të bukra. Përton tendencat e 2013-ës, fustan apo Jo, të t'jap një kostume? ilustrim, sepse të ashtë afër, Federata Familjes bën një fest madhështore, bën ca martesa në grup. Nuk e din qëfëse e njifni këtë si funksionon, bile mund të keni edhe një nga temat e emisionit tuaj pse jo në vazhdim. Dhe kjo është një gjë që zakonisht bëhet në Kore, dhe mbushet një stadion vitër me nuse, është vit për vit. E kam parë diku këtë pjesë. Dhe mbushet plot me nuse dhe dhëndur, dhe ato bëjnë martesa në grup. Është një rit që përsëritet vit pas viti. Dhe si vjet do të bëhet në një nga hotelet më prestigjioze të Tiranës, diku në 50 çifte. Është interesante, një pjesë shqiptar, po, do janë të veshur me veshje nusërie, koktejl, dres, e kemi pasur. Në qoftë se do të dish, edhe i falenderoj këta të Federatës Familjes, në 98-ën, për herë të parë unë kam fut konceptin e dekoreve në një fest të këtij lloji, sepse kuptohet, duke qenë një fondacion shumë kombësh, ata kishin dhe kulturat ndryshme dhe i përplasnin, dhe kërkonin një lloj dekori që në ato kohë edhe nuk bëjnë në Shqipëri. Dhe ka qenë nga punët e mia të pare që edhe sot kur shoh fotot më duket punë e mirë, po dola nga një temë këtë tjetra, është një kulturë e re që po përqafohet relativisht shpejt. Të mendosh që nga 98-a deri tani, martesat e tjera janë bërë në Kore, si vjet po bëhet në Tiranë, me një pjesë nga çiftet që duan ta konsolidojnë edhe një herë lidhjen e tyre, apo duan të bëjnë martesë apo rimartesë. Është gjë e bukur. Një pjesë të ftuarve, duke qenë në diversitet moshe, diversitet kulture, diversitet statusi social, dhe të lejojnë vetës të vishën me veshje nusërie, disa do kejnë ta koktejl dres, gjithmonë tonet e lehta, të bardhës, ivory, pana, fildish. Po të gjitha do jenë nusa? Po të gjitha do jenë nusa. Dhe pas e kënga mund të këndohet sa të bukra kanë dalë nuset në shumës. E modifikojnë, okej. Në shumës. Flisnim pak për tendencat e 2013-ës, mande? Çfarë preferojnë më tepër, kostumet, jo me pantallona, me funde po them unë, apo fustanet? Nuk e din që se ka dhe foto tjera ilustruese, po janë ca veshje mini që janë lehtësisht ngatrueshme për veshje koktejli edhe për vajzat në një moshë të vogël. Me mëngë të gjata, me bolerot motueshme, të shmontueshme, ka ngacmime nga të gjitha llojet. Ma velloja mungon? Atëre. Jo gjithmonë, velloja është për atë momentin ceremonial, pastaj është shifet funksionaliteti i gjës. Nuk mundemi do të jemi edhe me vellon shumë të gjatë, edhe me veshjen me bisht, po edhe me aksesorët e tepër, edhe pastaj që ta shijojmë festën tonë duke kërcyer në mes të pistës. Këto nuk mund të ndodhin, tani duhet gjejmë atë konsensusin e rehatit në radhë parë. Po thoja, e përmenda dy herë, po e përmend për streti dhe është e fundit, për çështjen e Manuel Modës. Është një stilist që jo thjesht ka bërë tendencë në veshjet e nusërisë, por ka qenë gati zoti i veshjeve të nusërisë. Me ikjen e tij tregu është orientuar krejt, të gjithë emrat e mëdhenj të kësaj mode po hedhin alternativa dhe ju ka humbur shënjestra, nuk po din më këtë imitojnë sepse Manuel Moda nuk është. Më vjen keq sepse jashtëzakonisht shumë vajza janë martuar me veshjet e tij këtu në Shqipëri. E ndjenjë si impenjo morale që duhet ta zëgojësh, është absolutisht nga emrat më të mëdhenj, për të mos thënë më i madhi i këtyre 10 vjetëve të fundit në këtë fushë. Sigurisht që të gjithë janë të nevojshëm, Manuel Moda një nga ata, por asnjë s'është i pazvendësueshëm. Do ke gjëra dhe më të mira akoma. Pyes pak se jam kurioze. Vajzat zakonisht zgjedhin fustan të parë dhe fustan të dytë. I pari është ai ceremoniali, i fryrë, që zakonisht preferohet që të jetë edhe në ngjyrë të bardhë. I dyti pastaj është diçka më i lehtë. Alternativa rahatit. A mundemi ne që pa fustan të bardhë të bëjmë dy zgjedhje të ndryshme dhe si duhet kombinuar ato? Pa fustan të bardhë? Pa fustan të bardhë. Kjo është pa fustan të bardhë. Ja i klasiku. Ka, me dashmor specifikume, unë mbajt mend ka lloj veshje nusërie, ka të kuqe, ka gold, ka me ngjyrat e pranverës, së fundi pasteli, po përdoret jashtëzakonisht shumë. Mbetur në linjën e atyre zonjave që mund të kenë një moshë relativisht të mesme, apo ndoshta mund të jenë edhe ato vajzat ekstravagante me stil të veçantë, si mundet që të bëjnë kombinimin midis dy veshjeve?
kjo edhe mundet të bëhet me lehtësi, nëse edhe me një veshje të zakonshme të garderobës tyre, që mund të jetë në ngjyrë çelët, nëse do t'i shtonim ca aksesorë, atëherë mund ta kthejmë në një veshje nuserie. Nëse do donim që të kishim një veshje nuserie mirëfilli të këtij lloji, atëherë mund të gjenim këtë koktel dres, veshjet e koktelit, ti transformonim but me 2-3 lëvizje të sensit, ndonjë fular që t'ishte e përballueshme për pjesën e banketit, që mund ta hiqnin o ta vishnin çdo herë, o me një xhaketin të këndshme shumë, o me një aksesor të ndritshëm, ose jo, unë do preferoja mat. Me, ku di unë, një kapele, dorezat, mund ta transformonin një veshje nuserie. Shumë firma po e tentojnë së fundmi, edhe brende që nuk merren fare me veshje nuserie, që të bëjnë veshje të ngatrueshme tamam për zonjat e kësaj moshe, sepse në finale të gjithëve ju interesojnë lekët e të gjithëve, do t'i duan ato para. Dhe presuppozohet që zonjat që kanë një farë moshe, kanë edhe një lloj status social, kanë edhe një lloj portofoli sepse kanë punuar gjithë jetën dhe mund t'ja lejojnë vetes që të blejnë një veshje të interpretueshme nuserie në vlerat që... Modifikimet përgjithsisht i kërkojnë vetë, apo janë konsulentët ato që sugjerojnë? Varet. Për zonjat që kanë idenë e qartë se çfarë duan, mund të është e lehtë të ta bësh këtë gjë. Në të tjera duhet konsulencë pastaj. Varet se sa ta pranojnë. Domethënë është një degë e vështirë e dasmës kjo, tamam që mund të jetë në një farë moshe, mund të dojë një farë stili që nuk e ka fort të... Domethënë zonjat përgjithsisht, ta themi atë se e perceptova tash, e të ta them. Domethënë zonjat përgjithsisht e kanë qejf të pjesën e të bërit nuse. Dhe absolutisht edhe çunat, edhe dhundurët, edhe djemtë kanë qejf. E kanë më pak të vështirë zgjedhjen e... kostumat, do mbeten ata, s'kan ku të shkojnë. Fillojnë edhe vetë kontrollohen pastaj, dhe thonë shiko, mos po e teproj, mos po e teproj, mos po e teproj, dhe duke mbajtur veten në kontroll, duke bërë një ndalesë në ndërgjegjjen e tyre, e kanë dhe më zor akoma për të lëshuar ke profesionisti. Dhe përpiqen dhe mendojnë që shiko se ky versioni im është më i miri. Ti do t'i vish përballë, sepse ti je profesionisti, por duke i thënë se kush janë tendencat e fundit dhe se sa mund përshtaten me fizikun dhe statusin social të zonjas që po martohet. Se sa do na dëgjojnë, varet sa bindës do jemi. Nuk e di. Po kam përshtypjen se ato që e kanë të planifikuar në kokën e tyre, sado që t'i sugjerosh, prapë e kanë të vështirë, që të binden edhe. Jo, nuk është, unë nuk mendoj që edhe ato bindje që kanë i kanë thjesht nga koka e tyre. Mandi sa më shumë ikën mosha aq më vështirë për të bërë nuse? Besoj që po. Në veshje? Besoj që po. Ndoshta dhe... Besoj që po, jo, është në mentalitet më shumë se sa në veshje, sepse sot mundësi të kemi të zgjedhim qoftë model, bëhen modele për zonja të rritura në masa të vogla, që nuk është se ka shumë sens, sepse bashkë me rritjen e moshës shtojmë dhe që gram më tepër dhe s'ka. Ka edhe modele të rinj, shumë vajzash të vogla në masa shumë të mëdha, dhe këto nuk është se rrinë bashkë në raport të drejtë. Atëherë duhet të gjesh një mesme të artë, që hajde ta gjejmë se kush është kjo mesme. Mirë, partneri nga ana tjetër si duhet kombinuar me këto zonja edhe zonjusha. Burrat e kanë shumë më thjeshtë. Sërish tek kostumi nuk lëvizin fare? Po, ja mund të shtoj vetës në një aksesor. Si nuk veshin gjinse për shembull, kur kanë një nuse për krah ekstravagante? Ta mendojmë dhe këtë alternativë, se di. E bukur do ishte. Se kemi parë, kështu versione të dramatizuara edhe Shqipëria ka pasur. Me atlete, me gjaketë, jo, po me kambale ka pasur. Me kambale ka pasur. Ka qenë një tip që ashtu ishte në të përditshmën e vet, nuk ndryshoi, nuk vuri kollare, vuri atë në peton e xhaketës, atë lulen e portokallit dhe vetëm kaq, këmishën e kishte jashtë pantallonave, xhaketën sipër, kambalet poshtë. Kështu jam në të përditshme, tha pse duhet ndryshoj sot. Edhe mirë e ka bërë në fund të fundit, sepse gjithë secili e percepton në mënyrën e tij. Mande faleminderit shumë që ishe me ne, ishte kënaqësi edhe mirëaqsh. Miq dashur, momenti që të kalojmë tani në publicitet, rikthehemi vetëm pas pak të flasim për një tjetër temë.